Mirë se vini në Köln, dhe qytetin më të bukur në Gjermani. Qytetin e katedrales së famshme, qytetin e vedjave, karnevalit, qytetin me një laramani të jashtëzakonshme, qytetin në cilin jetojnë njerëz me përjardhje nga rreth 180 vende të botës. Në qytetin në të cilin para 11 vitesh u themelua shoqata kulturore Urakult, antar i së cilës janë që nga dita e parë e deri më sot. Këto 3 ditë, së bashku me kolegët dhe kolegët nga Urakult, por edhe me kolegë nga shoqata tjera, nga qytete po ashtu të bukura të Gjermanisë, për shembull nga Mënihu kemi shoqatën Dia, nga Berlini shoqata Oaza, nga Frankfurti shoqata Oda dhe shoqata Horizontale nga Frankfurti. Gëzohem shumë që kemi ardhur sonte nga të gjitha pjesët e Gjermanisë, e veçanërisht gëzohemi që sonte kemi këtu edhe pjesëmarrës të komuniteteve tjera të diasporës, së komuniteteve tjera që jetojnë në Gjermani. Jam shumë kërështar të dëgjoj për përvojat e tyre me diasporën me vendet arë. Gëzohemi të kemi këtu Gizin nga Kosova dhe Shqipëria. Gizi Gjerman do ta na dërgojë më vonë një video mesazh. Dhe po ashtu mirë se vini në Köln ekipi i Germin, krye me bashkëdrejtuesin Lirin Krasniqi, si pas pak do të marrë fjalën. Kur mendoj në fillimet e punës së Urakultit para 11 vitesh, kujtohet që nuk kemi pasur ndonjë kontakt institucional me ndonjë institucion të vendeve anë. Këto erdhën më vonë me përfaqësi diplomatike, me Ministrinë e Diasporës, Kulturës. Sot mund të themi se kemi një bashkëpunim të mirë. Por qysh nga ditët e para, ne e kishim organizatën Germin pranë nesh. Fatmirësisht, Germin u themeluar në të njëjtën kohë si Urakult, dhe ne ju vetëm që kishim kontakt me njëri tjetrin, por kemi pasur edhe bashkëpunime ka më të ndryshme. Sot themi se që nga fillimi deri sot Germin është zëri i diasporës në vendet anë. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme për ne, është rëndësishme si shoqatë, por edhe për gjithë antarësitë tonë, sepse Germin është organizata e parë e cila ka pyetur për problemet, sfidat tona, por edhe dëshirat tona. Germin është organizata e parë që ka ofruar një ndihmë të koordinuar në vendet anë. Kjo ka qenë mirëseardhur për antarësinë tonë, e cila sot në rreth 200 anëtarë me profesione e profilin nga më të ndryshmet. Disa nga kolegët tanë që janë sonte këtu me ne kanë marrë pjesë në këto projektet e Germit dhe Giz në vendlindje. Pra dua sot ta shfrytëzoj rastin njëherë të falenderojmë sinqerisht organizatës Germin që na bën gjithnjë bashk sot për herë parë në Gjermani, jo vetëm këto takime, por gjithë punën që më ka bërë në këtu gati 11 vite nëse s'gaboj. Shpresoj se ky bashkëpunim, kjo punë mirë do të vazhdojë edhe të ardhmen së bashku me ne. E shpresoj gjithnjë edhe me ndihmën e institucioneve të shteteve ku jeton diaspora jonë. Siç është rasti këtu me organizatën Giz, institucion i shtetit gjerman. Shpresoj se kjo konferencë do të jetë e frytshme. Besoj se gjitha të diskutime sot dhe nesër të jenë diskutime të gjithë neve. Shpresoj që këto diskutime, këto tema t'i marrim me vete e të vazhdojmë diskutimet me antarësinë tonë kudo që janë. Duke të thotë që ne nuk duhet të diskutojmë edhe për tema tjera. Pra ta shfrytëzojmë hapësirën në mes këtyre diskutimeve për të rrjedzuar, për të shkëmbyer idetë dhe në përvojat tona, por të bisedojmë për tema tjera cilat nuk janë në agjendën e konferencës. Është një temë shumë e rëndësishme për të cilën bisedohet gati rregullisht, po ende nuk ka ndonjë përparim. Është tema e unifikimit të shoqatave shqiptare në Gjermani. Do të thënë,
ka pasur iniciativa po deri më tani të pas suksesshme. Prandaj shpresoj që sot, sidomos në këtë konferencë, në sesionin e së dielës, të bëhemi bashkë bile të bëjmë një hap sa të vogël në drejtimin e duhur, sepse rëndësinë e një unifikimi e dim të gjithë. Kur kanë ardhur gaztarëvajtërët, Gjermania ata kanë pasur një vizion tjetër dhe nuk e kanë pasur këtë mundësi të bëhen bashkë. Qytetarët e reja nuk ta bëjnë. Ne kemi potencialin intelektual, financiar, besoj se kemi edhe vullnetin, vetëm duhet të koordinohemi dhe pak më shumë me njëri tjetrin dhe besoj se t'ja arritim që këtij qëllimi. Ndërura diasporë shqiptare në Gjermani është rast i rrallë kur shihemi ku mbledhen kështu kaq shumë bashkë. Prandaj dua që këtë fjalim mirëseardhës ta përfundojmë një apel. Si dikush që jeton që 34 vite në Gjermani dhe si drejtues një shoqate kulturore, më gëzon çdo sukses i bashkëdhetarëve tanë kudo që janë në botë. Më gëzon organizimi se cilëherë më i mirë i shoqatave tona, por më brengos pa mos angazhimi ynë si komunitet në vendin ku jetojmë. Dhe ndërkohë, ndoshta jemi 1 milion në Gjermani, por jemi shumë pak të prezentuar në parti politike, në organizata gjermane që s'kan të bëjnë me vendlinjët tona, qofshin ato kulturore, sportive, për çështje sociale, për mbrojtjen e ambientit. Ne më shumë bregosemi për votat, për zgjedhjet në vendet anë ku jemi 2-3 javë në vit, sesa për zgjedhjet për votimet në vendin ku jetojmë, për shëndetësimin. Prandaj, apeli im është të bëjmë gjithçka që ta mbajmë gjallë lidhjen, ta forcojmë lidhjen me vendlindjet tona, të ndihmojmë ku mundemi, por edhe shumë e rëndësishme që ta drejtojmë fokusin edhe në vendin ku jetojmë. Mësë pari dalim votojmë, se shumë nga ne mjerisht nuk e shfrytëzojnë as të drejtën e votës. Ka përvoja personale mund të them se edhe angazhimi në organizatat gjermane dikur e sjell një ide që prapë të gjejmë një mundësi ndihme vendeve nga ku. Faleminderit për dy shprehje gjermane i kam mësuar shumë mirë këto ditët e fundit. Të parën do ta them tani, të dytën në fund të fjalimit. Guten Abend, liebe Freunden. Të dashur pjesëmarrës, është kënaqësi e jashtëzakonshme t'ju përshëndes sonte në këtë sallë, ku janë mbledhur profesionistë, sipërmarrës, akademik, student, përfaqësues institucionesh dhe miq nga komunitetet e diasporave të ndryshme në Gjermani, por jo vetëm. Në këtë hapësirë sot e sheh një botë në miniaturë të ndërtuar nga migrimi. Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Ukraina, Gjeorgjia, Ekuadori, Nepali e shtetet të tjera. Gjuhë të ndryshme, kultura të ndryshme, por një përvojë e përbashkët. Jetë mes dy botëve, asaj të origjinës dhe asaj që e ndërtoni sot. Jetojmë në një kohë kur bota është në ethe për talent. Shtetet po garojnë me njëra tjetrën për të tërhequr njerëzit më të aftë, më të ditur e më krijues. Shtetet si Gjermania, Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Japonia kanë arritur majat e inovacionit fal migrantëve që sollën dije, ide e frymë të re. Në Shtetet e Bashkuara, imigrantët kontribuojnë në 1/4 e patentave dhe inovacionit. Në Gjermani kjo shifër shkon në diku rreth 15%. Migrantët sot janë në pozita C-level kudo në botë dhe kompanitë më të mëdha tashmë udhëhiqen nga persona me profil ose me background migracioni. CEO i Microsoft për shembull është një migrant nga India që dikur ka emigruar në Amerikë. Udhëheqësi i shërbimit inteligjent gjerman deri para pak vitesh ka qenë një turk i lindur në Stamboll e i emigruar në Republikën ose landin e Nord Rhine-Westfalia. Së fundmi e keni parë gjithë edhe kryetari i një prej qyteteve më dinamike në botë, New Yorkut, është një
migrantë. Migrimi në botën e sotme është i pandar nga zhvillimi. Dhe Gjermania, si kurse vendet tjera të zhvilluara, e dëshmojnë këtë gjë çdo ditë. Por edhe për vendet e vogla si tonat, kjo ka një domethënie të madhe. Të pengosh lëvizjen e njerëzve nuk ka më kuptim. Është e pamundur, kushdo që e synon një gjë të tillë. Ajo që ka kuptim sot është të krijosh e të kultivosh lidhje me njerëzit e tu kudo që ata jetojnë. Me fjalë të tjera të ndërveprosh me termin që është bërë mainstream sot, diasporën. Sipas Migration Policy Institute, sot mbi 400 institucione në mbi 60 shtete merren me angazhimin e diasporës. Kjo shifër është duke ndryshuar çdo ditë që kalon, sepse bota e ka kuptuar një gjë. Diaspora nuk është më një aktor i humbur për një aset kombëtar e nacional. Në vitin 1990, rreth 150 milion njerëz jetonin jashtë vendit ku kishin lindur. Sot kjo shifër është dyfishuar, 300 milion. Nëse do t'i mbledhim të gjithë në një vend, do të formonim një superfuqi njerëzore ose shtetin e 4 më të madh në botë, të përbërë vetëm prej gjeneratës së parë të migrantëve. Sipas Bankës Botërore, remitancat globale këtë vit pritet të tejkalojnë $700 miliardë, dhe nëse i llogarisim të gjitha format e transfereve nga migrantët, kjo shifër i afrohet 1 trilioni. Kjo përbën në vetvete një nga rrjedhat më të mëdha të kapitalit privat në botë. Dhe kjo nuk është bamirësi, kjo nuk tregon thjesht solidaritet, por fuqi. Edhe ne shqiptarët jemi pjesë e kësaj harte globale, e kësaj harte të madhe njerëzore. Vetëm Gjermani, siç u përmend, janë afër 1 milion shqiptar, dhe dikur këta njerëz shiheshin si humbje për vendet dhe shoqëritë tona. Sot e dim të gjithë, e dini ju, ata janë pasuria jonë më e madhe. Një pasuri që mund ta përkufizoj me konceptin e soft power, të zhvilluar prej pedagogëve më të njohur të Universitetit të Harvardit, Joseph Nye, i cili thotë që fuqia për të arritur atë që dëshiron përbëhet jo nga detyrimi, por nga tërheqja. Ose me fjalë të tjera, të arrish atë që ke për objektiv përmes shembullit dhe vlerave. Por ky potencial, ky aset kaq i madh njerëzor, të gjithë e dim, nuk ecën vetë. Nuk lëviz vetvetiu, ka nevojë për strukturë, koordinim dhe një frym që i bashkon të gjithë. Diaspora shqiptare sot është pjesë e fuqisë digjitale globale. Por pyetja është, a do të arrijnë vendet tona të ecin me ritmin e rrjedhëzimit me diasporën në një botë që po vrapon aq shpejt dhe aq pamëshirshëm për talentin dhe kapitalin. Dhe ndoshta kjo është një nga pyetjet që do të ishte mirë ti synonim përgjigje gjatë 3 ditëve. Ajo që nisi si një rrjet i vogël profesionistësh shqiptar në internet para 11 viteve, është shndruar sot në njërin prej platformave më të mëdha civile të diasporës shqiptare. Dhe ajo që e bën këtë konferencë të veçantë, dhe dua ta theksoj këtë gjë, është fakti që nuk organizohet nga qeveritë tona e as nga ambasadat tona. Është një nismë e vetë komunitetit të diasporës, e mbështetur nga partnerë që besojnë në fuqinë tonë për të ndërtuar ura, jo vetëm mes vendeve, por edhe mes kompsive të ndryshme dhe gjeneratave të ndryshme. Kjo konferencë nuk është një aksident, dhe shumë nga këto përpjekje, edhe pse nuk shihen në lajme, janë ajo forca e padukshme që na mban bashkë. Diaspora flet në Köln, në Hamburg, në Berlin, në Munich, në Frankfurt, e kudo sepse ka çka për të thënë. Vendet tona kanë ambasador zyrtar të përkohshëm, me mandate që mbarojnë, si ata në Berlin për shembull, por kombi ynë ka ambasador të përhershëm. Diasporën që çdo ditë e mban gjallë kulturën, gjuhën dhe identitetin tonë në çdo kënd të botës. Ju pra jeni ata ambasadorët e vërtetë. Dhe për këtë gjë ju dua t'ju falenderoj. Një falënderim i posaçëm gjithashtu shkon për
qeverinë gjermane dhe Gizin, që beson tek fuqia e diasporës për të balancuar zhvillimin në vendet amë dhe për të avancuar atë në shtetin gjerman. Duke mbështetur nisma si kjo, shteti gjerman bën në mënyrën më të mirë të mundshme, do thoja, kthimin e investimit që e merr nga kapitali njerëzor i ardhur në Gjermani nga vendet tona. Në këto 2 ditë ju ftoj që të lidheni, të ndani ide e të bashkunoni, dhe jam i sigurt që asnjëri prej jush nuk është këtu vetëm për të marrë pjesë, sepse pjesëmarrja në vetvete nuk është përkushtim. Përkushtimi matet me idetë që do të lindin, me kontaktet që do të krijohen e me zotimet që do të bëhen. Dhe tash i erdhi radha fjalës dytë në gjuhën gjermane. Vielen Dank. Zë nderuar, unë në fillim i përmenda vetëm 5 shoqatat, të cilat janë partner bashkënikoqi të Germit, po këtu kemi edhe shoqata nga më të ndryshmet, nga Bamberg, Velbert, Essen, e mos i përmendet gjitha, domethënë ka edhe shumë organizata që kësaj radhe nuk janë pjesë aktive e konferencës, po janë organizata që bëjnë punë shumë të madhe. Ne do të fillojmë tash nga që me shoqatat partnere me një prezentim të shkurtër dhe fillojmë mbasi jemi në Köln me Urakult. Svetlana Berisha. Apo më një? Po, mirë shumë. Përshëndetje, të nderuar zonja dhe zotri, pjesëmarrës të Germin, Giz dhe pjesëmarrës të nderuar të konferencës FLET në Köln. Na shoqata Urakult ju dëshirojmë mirëseardhje në Köln dhe kemi kënaqësi të jem partner të Germin në këtë konferencë. Unë jam Zeta dhe do t'ju prezantoj punën dhe vizionin ton si një shoqatë kulturore e diasporës shqiptare. Urakult, siç tha Alivo, është themeluar para 11 vitesh këtu në Köln, prej ardashtëve që besojnë se kultura është ura më fort që i lidh njerëzit dhe kombet. Qëllimi jon është me promovu artin dhe kulturën shqiptare, me kriju hapësira ku njerëzit mund të taku, me shkëmby ide dhe me ndërtu miqësi përmes artit. Gjatë viteve ne kemi organizu koncerte, ekspozita, lexime letrare, shfaqje teatrale, puntur artistike dhe shumë aktivitete për të rinj. Në këto ngjarje marrin pjesë artistë prej Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, edhe nga vende tjera të diasporës, duke i bashkuar traditat dhe rrymat moderne të artit. Na besojnë se ajo që e bën Urakult të veçantë është mënyra si i kombinon rënjët shqiptare me realitetin evropian. Shoqata jonë s'është veç për me ruajtur identitetin ton kulturor, por edhe për me tregu se kultura shqiptare është pjesë e kulturës moderne evropiane, e hapun, kreative dhe e gatshme për dialog. Një fokus i rëndësishëm për ne është të përfshirë të rinjt. Na i shohim të rinjt si ura drejt së ardhmës. Prandaj organizojmë aktivitete që i nisin ata me kriju, mu shpreh edhe me ndje pjesë aktive e komunitetit tonë. Në këtë mënyrë, brezat e rinj të diasporës e ruajnë lidhjen me gjuhën, kulturën dhe identitetin tonë shqiptar. E njëkohësisht zhvillojnë aftësi e rrjete që e lidhin në botën evropiane. Kur bota ka nevojë për më shumë mirëkuptim e bashkëpunim, na besojmë se arti dhe kultura janë forca që bashkon, frymëzon edhe ndërton ura. Diaspora shqiptare s'është vetëm një komunitet që jeton jashtë, por një forcë krijuese e aktive që kontribon zhvillimin kulturor dhe shoqëror në Evropë. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, na shpresojmë se iniciativa si Urakult ka mu mbështet edhe më shumë në të ardhmen, sepse ndërmes kulturës
jo vetëm i ruajnë rënja tona, por edhe do të ndërtojmë urat e reja për të ardhmen tonë të përbashkët. Faleminderit. Nga Berlini, Agon Kamberi, nga udhëtësia e shoqatës Oaza. Së pari mirëmbrëma të gjithëve, gëzohem që disa nga ju i shoh prap këtu, edhe pse korona ishte një ngjarje që na ndau, të tjerë që si njohim, shpresoj që do t'i njohim këto ditët e ardhshme më nga afër. Ne jemi diaspora që flet dhe kemi për t'i treguar njëri tjetrit diçka, për atë jemi mbledhur sot. Unë jam Agon Kamberi, 36 vjeç, jam me origjinë nga një fshat i vogël, Radusha, afër Shkupit. Ka 23 vite që jetoj ndërtash në Berlin. Me profesion jam inxhinier i industrisë për energji dhe resursa. Punoj kryesisht për sektorin publik. Jam iniciator, bashkëthemelues dhe kryetari i organizatës së akademikëve dhe studentëve të diasporës shqiptare në Berlin. Ne kemi bërë edhe ne ndërkohë 11 vite, kështu që jemi radhit Germin, jemi radhit Urakult në vitin 2014, shkurt Oaza e FAO, nëse keni dëgjuar, por nuk dua të flas për Oazën, ndoshta vetëm disa pika shkurta. Ju sigurisht keni dëgjuar edhe për diasporën shqiptare në Argjentinë, për shqiptarët e Jordanisë, për shqiptarët e Sirisë, Egjiptit, Turqisë edhe të Amerikës. Kjo është diaspora vjetër e shqiptare. Pas disa dekadash tani quajmë edhe shqiptarët në Amerikë shqiptaro-amerikan. Pyetja është, a do të quhemi edhe ne ndonjëherë shqiptaro-gjerman apo jo? Kjo tregon që nëpër botë ekzistojnë disa identitete shqiptare, dhe kjo është e mira e kohës sotme, por si do të angazhohemi që të rrojmë këto identitete, ose kjo Shqipëri është çështja. Të gjithë neve jemi bërë bashkë këtu sepse diçka na lidh. U përmend identiteti i përbashkët, kemi edhe fushëveprimet përbashkëta që lidhen me arsimin, me kulturën, sportin, artin, muzikën e tjerë, por akoma jo një lidhje profesionale. Pa bërë një anketim këtu ndër jush, kam dyshim se ka shumë organizata që merren edhe me ambientin, që u përmend edhe nga Aliu, për mbetjet, për ndotjen e ajrit, për projekte zhvillimore dhe inovative e tjera. Ne si Oaza jemi munduar të implementojmë projekte të tilla në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut. I fundit ishte i financuar nga Gizi Gjerman, që do të flasim nesër për të, për fuqizimin e gruas, projekte historike politike, projekte për mbrojtjen e mjedisit. Këto përvoja do i ndajmë, siç thash, nesër në panelin e dytë. Dëshira dhe pritshmëria është se nga ky summit Diaspora Flet të marrim një gjë me vete, si mund të zhvillojmë një ekosistem që financon më shumë këto projekte. Gizi është, por duhet të ketë edhe më shumë. Ashtu, do më thënë siç e bën Gizi, mendoni për këtë dhe të folim. Faleminderit shumë. Faleminderit Agon. Tu në listë kam përfaqësues në shoqatës Oda nga Hamburgu, po ata janë rrugës dhe shpresoj që të vinë sa më shpejt, po ne do të vazhdojmë me shoqëria Dia nga Munichu me Zonjën Veli me Çarri. Mirëmbrëma të gjithëve, edhe në emër të shoqërisë akademikëve shqiptar Dia nga Muniu. Unë kam sot nderin të them disa fjalë për shoqërinë Dia.
Në fillim, kisha dashur të falenderoj Germinin dhe Gizin për besimin, për bashkëpunimin e organizimit të kësaj konference. Unë jam Veli Meçari dhe bashkëthemeluese që nga fillimi i shoqërisë tia në Mëne dhe bashkëvepruese që nga atëherë. Shoqëria Dia është themeluar para 15 viteve në Mëne, që kishte si synim të vazhdoj punën e Unionit Studentëve të Shqiptarë në Mëne që ishte ose veprante atëherë që nga viti 1998, ku pastaj nevoja, kërkesa për të unifiku diasporën shqiptare në Mëne dhe në Bavari e pam si qëllim që të themelojmë shoqërinë Dia. Dia është një shoqat ideale dhe jo vetimpruse, e themeluar, siç thash, para 15 viteve. Qëllimet dhe fushat e veprimtarisë shoqërisë Dia janë transferimi i dijes dhe promovimi i shkencës dhe kulturës shqiptare, ndërmjetësimi dhe financimi dhe forcimi bashkëpunimit ndërmjet shoqërisë shqiptare dhe asaj gjermane, rjetëzimi dhe si qëllim kryesor Dia ka rjetëzimin e diasporës shkencëtare shqiptare, duke krijuar po ashtu urën lidhëse do të thotë me vendlindjen, si dhe si qëllim kryesor ka afatgjatë do të thotë themelimin e një identiteti shkencor shqiptar në diasporë, i cili do të kontribuan për vendet nga vim ne. Cilat janë aktivitetet dhe fushat në cilët vepron shoqëria Dia, janë shkencore, ato si shkencore studentore, ne jemi edhe në fushën kulturë, fushat sociale, fushat politike, publiko-ekonomike. Çka e veçon Diën në aktivitetet e saj që 15 vite është simpoziumet shkencore të cilat ne organizojmë çdo vit, tash edhe 10 vite, përfaqësues e Gizit, gjithashtu dhe nga Germin, po dhe shoqatave tjera si dhe aktivistët në Mëne dhe Bavari dhe institucionet tona vendore tashmë e dinë që Dia e ka bërë një bazë të këtyne takimeve, simpoziumeve vjetore, të cilat quhen tash dhe kanë marrë dhe një emër, mund të them, takimet e Mëniut, të cilat çdo vit marrin një temë shkencore, sociale, kulturore dhe me aktorë të ndryshëm shkencor, kulturor, vendor, mundon do të thotë punojnë në atë drejtim, do të thotë që të forcohet ky rjetëzim i transferit dijes në vendlindje. Tashmë 3 vitet e fundit do të thotë kemi diasporën shkencore si fokus, ku simpoziumet tona nga një ditë janë zgjatë në 2 ditë dhe bëhet një punë shumë e thellë shkencore, ku mbledh në vete do thotë shkencëtar nga jo vetëm nga Gjermania, po edhe nga vendet tjera të Evropës ose më lart, nga shkencëtar tonë Kosova, Shqipëria ose vendet shqipfolse. Kjo e veçon shoqërinë Dia në këtë drejtim, do të thotë që tash e disa vite e ka bërë një traditë në këtë drejtim. Besoj për këtë temë është edhe nesër një panel ku kryetari Eshrefi e moderon dhe do të thellohemi më shumë në këtë tematik. Ju falenderoj për vëmendjen, ju falenderoj për besimin, bashkëpunim, shpresoj që do kemi mundësi dhe të shkëmbejmë të mendime, idetë, projektet që besoj do të thotë që do të vazhdoj rjetëzimi i aktiviteteve të shoqërisë Dia me shoqatat ose organizata tjera në Gjermani e mëtej. Ne jemi sot, është Eshrefi, Enela këtu dhe unë, do kemi mundësi gjatë mbrëmjes
ose ditëve në vazhdim deri të dielën të kemi shkëmbime. Ju falenderit për vëmendje, nëse ka pyetje për shoqërindia, ne do jemi këto. Ju falenderit dhe gjithë mirë. Faleminderit zonja Velime Qari. Shoqata më e re në horizontin e shoqatave shqiptare në Gjermani, nga Frankfurt, horizontal, mirë se vjen Dr. Fatbardh Veseli, nga kryesia e shoqatës. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë nuk po du shumë ju zgjat nuk po përgatitur në fjalim realisht të plot, po du me thonë që mas pari po më pëlqen shumë energjia në sallë. Edhe sa po hyna takova plot edhe njerëz që i kom taku fizikisht, qoftë ka studimet, qoftë njerëz me të cilët kemi pas lidhje përmes rrjeteve sociale, i takova për herë të parë. Me gjitha shoqatat që kemi bashkëpunu drejt konsolidimit këtij projekti këtu, i takova sot personalisht. Kështu që dëshira jame është që ta orkestrojmë dhe ta shfrytëzojmë këtë energji. Në fakt, gjatë rrugës prej Frankfurtit me kolegun tem Visarin, diskutuam pak se cili do të ishte mesazhi që dëshirojmë ta transmetojmë sot shkurt. 2-3 terma sa po hyna në sallë, u ndërlidhen me shumicën e pjesëmarrësve tjerë, që kam gëzon, mirë po prap se prap e shoh të arsyeshme të ripotencoj. Më kujtohet nga mësimet e gjeografisë në shkollë fillore, kur profesori i gjeografisë në gjatë Rexha na mësonte çka do të thonë termi diaspor. Edhe sot e hulumtova pak në internet, prej nga rrjedh etimologjia prej ardhja e kësaj fjale. Nuk mujta sakt me gjetë, mirë po ndërlidh ke shumë, nëse më kujtohet sakt, fara e shpërndame. Do më thonë, edhe prej asoj fjale greke, nëse më kujtohet sakt, edhe ne paka shumë karakterizohemi si të tillë. Por, unë e besoj që si diaspor, sidomos në shtetin ku jemi prezent, për arsye të qoftë numerike, ma herët u përmendën rreth 1 milion shqiptarë në Gjermani. Ndoshta, e gjeta një raport në institutit që e kishim bo para vitit 2022, parafërsisht vetëm nga Kosova u para sheke që janë vitin 2022, mbi 550.000 shqiptarë, vetëm nga Kosova. Mos flasim për shtetet tjera. Po do më thonë se supozojmë këtë numër edhe krahasojmë me numrin e banorëve në Kosovë. Se është ndryshe nëse e përmendëm vetëm si numër, ndryshe kur e paraqesim kontekst. Është një shifër shumë e lartë. Edhe unë besoj që përveç numrit, kemi edhe cilësi shumë të lartë. Për fat, tash, kjo ke pjesa e parë e strukturës që deshta me nda. Pjesa e dytë, nga ana jonë si horizontal, ne jemi shoqat shumë e re, e themelume si vjetë, në fakt vitin e kalum kemi fillu me folë, që me themelu një shoqat, diaspora flet, na fillu me folë në Frankfurt me njerëzit tjerë që e shifshin një nevojë të organizimit më të mirë të komunitetit tonë. Nuk po e quaj diaspor, po thëm komuniteti jonë shqiptar në rajonin Rhein-Main. Edhe pas disa iteracioneve, takimeve, u themelum edhe ideja e parë ishte që është mirë me folë me njerëzit tjerë që punojnë këtë aspekt. Me Germinin kishim bashkëpunim nga e kaluara nivel personal, edhe organizum një takim, bashkë me Sihanën dhe me Lirimin. Edhe i tregum lirim, Sihana, ne kemi institucionalizu, e kemi kry procedurat formale, jemi të interesum me pasë qysh mundemi me bashkëpunu. Pse po e përmendi, se po lidhet me konceptin diaspora flet, se është vështirë me folë nëse nuk punon. Po për shkak se diaspora ka çka flet, edhe ka çka kontribon, edhe kemi çka flasim, por nuk duhet në mblerësuar rëndësinë e të folurit me njëri tjetrin. Ndaj, edhe Lirimi e kish postu dikun rrjet social prej një takimi online e tjera, edhe për neve ka qenë shumë kënaqësi, shumë privilegj që të bashkëpunojmë, të organizojmë diçka serioze sikur kjo, duke qenë një organizatë kaq e re, por me ambicje të larta. Quhemi horizontal për shkak se kemi ambicje shumë të gjera realisht, nuk kemi dashur që të kufizohemi vetëm në një dimension, kultura është një prej tyre, sigurisht inovacioni, teknologjia, qëndrueshmëria e tjera, në gjitha tema që dëshirojmë me i trajtu.
Kjo ke pika e dytë, edhe një retrospektiv personale. Çka dëshiroj që ta mbani mend nga gjithë ky ose nga ky fjalim i shkurtër që e përpilova, nga vështrimi jem personal e kisha nda 3 etapa të zhvillimit të diasporës në relacion me shtetet tona amë. E para është faza ekzistenciale, ku diaspora ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e ekzistencës së shtetit tonë edhe shteteve tona, apo sidomos shtetit të Kosovës. E dyta është etapa nga pikpamja ime, etapa e rindërtimit, ku edhe diaspora ka luajtur një rol të madh bashkë me vendin tonë. Apeli im personal është që ta bëjmë një reset, të fillojmë me etapën 3. Etapën e partneritetit. Edhe për të risa në të kaluarën, besoj që kemi pas një lëvizje, një krijim diaspor ose një orientim diaspor vendi i lindjes, në të dy drejtimet, sigurisht, edhe kemi dhënë, edhe kemi marrë. Dëshiroj që tash e tutje të mendojmë, të krijojmë partneritete të qëndrueshme. Një, me rrënjët tona, po 2, me zveti. Të mendojmë se si mund të kontribuojmë për neve këtu, me qenë se edhe jemi në numër të madh, edhe nuk ja vlen gjithë energjia jonë të presim vetëm 2-3 javë kur jemi në Kosovë me i kriju aktivitetet tona për të cilat besoj na dhe familjet tona, fëmijët tonë kanë nevojë. Kështu që fjala kyçe nga gjithë fjalimi jam do të ishte partneritet i mirëfillt, edhe dëshira ime është që gjithë kjo energji që po e ndjej ta krijojmë dhe ta shndërrojmë në sinergji edhe në të mirën e komunitetit tonë. Faleminderit. Faleminderit, Fatbardh. Më në fund, mbriti edhe shoqata Oda nga Hamburgu, si formulës ne, futbolli ju s'dini me lujt, po bile Si shtetet tonë nuk janë krejt fushat. Përshëndetje, kërkoj ndjesje. Zakonisht autobanat nënmjet Hamburgut dhe Bremenit ecin mirë, pa limit. Për Bremenit ngarkohet pak të aeroporti, për NRV nuk po flas, sepse mu do kesh ma shumë ba shtela dhe gropa se në për shtetet ame, me bërë një farë krahasimi pak lot. Se do qoftë gëzojmë që jam këtu, ju përshëndes të gjithëve, për moj protokollin edhe hierarkiat, nuk jam i njofshëm për këtë farë sporti. Dëshira jam si Oda, që është themelu vitin 2019 në Hamburg dhe ka 4 fushat veprimit është edukimi, përkraja në fushën e rinis, është arti dhe kultura, ku ura kult fatmirësisht është shumë e zhvillume se na në Köln po munom me bo një falidhe, me marrë pjesë në aktivitete dhe mutual understanding ose bashkëpunimi ndërmjet popujve, si thojnë, mu bashkan gjitë në fjalimin e Fatbardhit kisha pas dëshiren me thonë që diaspora dhe gjenerata e re diasporës krejta njerëzit që kanë jep kontribut jashtëzakonshëm në vitet e fundit, e ka tani vetëm një obligim, edhe ai obligim quhet proceset e integrimit në Bashkimin Evropian të Shteteve AM, me përkrahje krejt fushat, nuk është me rëndësi cilën kapitoj, me cilën qeveri, me cilën frymë politike, po mu bashku na këtu në diaspor, milon ato acarimet dhe gropat që po ndërtuan jashtëzakonisht nga politizimi si për Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë të Veriut, milon onash, me marrë profesionin se shtyllën kryesor të bashkëpunimit, jo më bo banalista, analista në krejt fushat që është se cili ekspert për gjithë shka, po se cili me mojtë fushën e vetë, unë për shamë ma shumë fushën tem të edukimit, dhe me shiku që me gjithë në qëllim. Ju e dini që Shqipëria pi hapë gjithë ditë kapituj të reja, po procesi i Shqipërisë në Bashkim Evropian është i gatë, dhe ato na duhet me qenë prezent si në rrugën kryesor, kur janë ato light plank, në që thojnë Gjermant, që me jep kajën duhur në këtë drejtim. Gëzojmë jashtëzakonisht që e kem rektorin e Universitetit Shkodës që kem fillu në fushë të edukimit me bo një projekt përbashkë cili do t'jep kontribut për gjeneratat e ardhshme.
Qelsi kryesor i këtij bashkëpunimi është gjuha, nuk është me rëndësi cila gjuhë, po me rëndësi është me pas gjuhën e përbashkët, gjuhën profesionale dhe gjuhën e mirë kuptimit dhe qëllimit pozitiv. 2 vjet e gjys ju kam shku nerva Germinit, diaspora flet, 3 vjet 3 herë foli diaspora në shtetet anë. Ku është diaspora? Diaspora ma e fortë dhe ma e madhe dhe ma e mira e shqiptarëve për momentit është në Gjermani. Pra kështu që ka ardhur koha me bë diaspora flet në Gjermani dhe fatmirësisht do të mi falenderu Gjelalit, e kena një shaka cëllën mundi ta përdorni sonte, Gjelali s'ka shef, Gjelali është Gizi Kosova. Kështu që në bashkëpunim me Gjelalin, me lirimin, me ekipin, po edhe me plot dashamir dhe shok që i kemi këtu, mesazhi jam i kryesisë todës është ky. Lene depolitizimin, hekni politikat, hekni krahet, hekni preferencat, kapni profesionalizmin, rendit në njoni me tjetrin, edhe nëse nuk pajtoni gjone qëllimin e përbasht, dhe qëni për para shtetet a me profesionalizm për një arsye shumë thjesht. Përse cilin ndërkombëtar Kosova, Shqipnia, Maqedonia, Veriut është vetëm një projekt. Një kohë shërbimit 4 vjeçar si ambasador ose në ndonjë organizatë ndërkombëtare nuk është me rëndësi. Për neve nuk është një projekt. Për neve është një pjesë e identitetit. Është një pjesë që i kem familjarët atje, i kem shokët që i kem dërtu edhe pse kem lind këto ose jem moti këto, dhe dëshira jonë është na e kem një pikpamje ndryshe se e dim si është Gjermania. Pelo autobanat e enerves, dëshira jonë është që mi pa dhe shtetet anë natë frym, natë drejtim edhe natë zhvillim. Për këtë gëzohem jashtëzakonisht, dhe jam për një me krenar që i kam jep krejt ato orë vullnetare në përmramje të i fol me lirimin, ku ma bëj ke kare dhe bashorta jam, por zotin qajni ju të i bo ato që 60 orë të i fol për diaspora, flete, për këto projekte, as kiti familje, as kiti vajzë, kam, po dëshira më është që me bo atë lidhen edhe për vajzën tem, edhe për familjarët mi që janë atje me këtu, e për këta që janë këtu me ata atje, edhe mi lon krejt ato tendencat që të mundon me kriju përqarje, mi mbulu, mi mbyll edhe me ecë për para, sepse kem nevoj për shtetet amë, po kanë edhe nevoj shtetet amë për neve. Kjo është mesazhi kryesor dhe shpresoj që ky projekt, që bëhet tash në Gjermani, herën tjetër në ashtë në Amerikë, në Suedi, ku da qoftë në qënë ulla, na ofroj dhe të shumë që kem senet përbashta. Ma shumë kem përbashta se ato që na përqojnë. Ju uroj një mbrëmje të mirë dhe gëzohem jashtëzakonisht që më rriva. Kaloni mirë.